Shikues të Ora News ju përshëndes. Jemi sërish bashkë me mua Ester për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa Veriore, Britania dhe pjesa më e madhe e qendrës së kontinentit do të mbeten me mot të qëndrueshëm. Gadishulli Iberik dhe pjesa e Ballkanit paraqiten me vranësira të shumta dhe rreshje shiu, po ashtu edhe pjesa e Europës lindore mbetet në vranësira dhe rreshje dëbore. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit ton. Sipas Meteoalp, që në mëngjes vendi ndikohet nga rreshje shiu me shtrëngata, kryesisht këto në veri të vendit dhe në jug të territorit shqiptar, ndërsa në qendër rreshjet priten më të pakta. Pasditja pritet me dobësim gradual të rreshjeve dhe duke bërë që temperaturat e ajrit të luhaten nga 4 deri në 19 gradë Celsius. Era fryn jugore në 55 km/h duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 4 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Europa juglindore mbetet me kushte të paqëndrueshme me rrebeshje shiu, ndërkohë pjesa e Europës lindore dhe Gadishulli Iberik ndikohen nga masa të qëndrueshme me mot të kthjellët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit ton për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, paraditja dominohet nga vranësirat më të dukshme këto në jug të vendit dhe në juglindje të saj, duke sjellë rrebeshje shiu në pasditë rreshjet do të shtrihen në të gjithë territorin me intensitet të ulët. Temperaturat do të luhaten nga 5 deri në 21 gradë Celsius. Era do të fryjë juglindore deri në 65 km/h duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet detare 5 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.